إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم ويقول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد جاءكم شهر مبارك صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم Të nderuar vëllezër musliman, sa kemi hi në një kohë të mrekullueshme. Ne besojmë se në këtë muaj të bekuar na shumë fishohen adhurimet tona, shpërblimet e adhurimeve kanë më shumë sevap, më shumë shpërblim te Allahu xhelle xhelaluhu. E dim se duat tona, lutjet tona, adhurimet tona, lotët tona, sadakat tona, në përgjithësi ibadetet, shumë fishohen dhe shpërblehen më shumë se në çdo kohë tjetër. Nëse jemi të sinqert dhe besojmë me të vërtet se adhurimet tona janë më të vlefshme në këtë muaj të bekuar, atëherë edhe shpresa jonë duhet të jetë më e gjallë, më frymëzuese, më qetësuese për zemrat tona. Shpresa jonë te Allahu xhelle xhelaluhu duhet grafllojë në këtë muaj të bekuar. Adhurimet që i bëjmë në këtë muaj, pra kanë vlerë më të madhe te Allahu xhelle xhelaluhu. Ta dim vëllezër musliman, nëse para Ramazanit problemet e kësaj jete, qofshin ekonomike, familjare, shëndetësore, neve na kanë lodhur dhe shpresën na kanë ulë për shembull ndër 50%. Nëse në Ramazan shpresa jonë te Allahu xhelle xhelaluhu për zgjidhjen e këtyre problemeve nuk na shtohet, bëhet 80, 90, 100%, atëherë ne si e besojmë se Ramazani është pra gjallëni, është bereqet, është pranim i adhurimeve. Resulullahi sallallahu alaihi wasallam në Medinën na ka thonë ato hadithet, këto nuk janë kot, nuk janë gjëra domethënë që duhet t'i marrim kalimthi. Me të vërtet Allahu i pranon adhurimet, i pranon duat në këtë muaj të bekuar. Shpresat tona duhet të jenë më të mëdha te Allahu xhelle xhelaluhu në këtë kohë. Ta dim se muaji i Ramazanit nuk është si muajt tjerë. Nuk është kjo koha e bekuar e bereqetshme si kohrat tjera të vitit. Pak mund, pak më shumë rritja e imanit, doza e adhurimeve të shtuara, ta dim se neve na bie rezultat të shpejt në këtë dynja, po ashtu edhe në xhennetin e Allahut xhelle xhelaluhu. Në mesin e ajeteve të Ramazanit, të agjërimit, Allahu xhelle xhelaluhu thot: nëse të pyesin ty o Muhammed për mua, unë jam afër, i përgjigjem lutjes së lutusit. Prandaj në të lutin mua, thot Allahu xhelle xhelaluhu, ai që do ta gjejë rrugën e drejtë, Allahu xhelle xhelaluhu thot, ne të vihet te unë. Ndash për këtë dynjë, ndash për në ahiret, ne të vihet te unë, se te unë është rruga e drejtë. E si shkohet te Allahu xhelle xhelaluhu? Shkohet me namaz, me agjërim, me respekt ndaj prindërve, me mëshirë ndaj fukarave, e kështu me radhë. Kështu shkohet te Allahu xhelle xhelaluhu. Vëllezër të dashur, në këtë muaj të bekuar, mos lam ditë pa namaz, mos lam gjunah pa pendim. Sa dhe qofshin të mëdhaja të jenë gjunahet tona në të kaluarën para Ramazanit, ta dim se Allahu nga ai bataku i gjunaheve na pastron me mëshirën e tij në këtë muaj. Dhe ta dim se problemet që nuk bëjnë pes pare te Allahu xhelle xhelaluhu me një fjalë, neve mos na ulin atë shpresën që e kemi te Allahu xhelle xhelaluhu. Ki muaj duhet neve të na shtojë shpresën.
çfarë do lloj problemi të kemi. Dhe kush mund të thotë, po ku e di hoshti çfarë problemi unë kam? Vallahi nuk e di. Nuk mund ta di unë ti çfarë problemi ke, ama unë e di një gjë. E njoh Allahun xhelle xhelaluhu nëpërmjet Kur'anit dhe sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ki Allah i cili nuk i la as pejgambert, as njerëzit e mirë pa ndihmë, pa përkrahje, pa rrugdalje. Ibrahimin a.s. e shpëtoi prej zjarit, ja bani të këndshëm zjarin Allahu xhelle xhelaluhu. Ejubin a.s. nuk e la ajo smundje të mposhte, po i dha rrugdalje. Yunusin a.s. nuk e la pa oksigjen në barkun e balenës. E këtë Allah e di. Dhe kjo Allah në thot në Ramazan unë i pranoj lutjet. Një lutje e sinqert në nxjerr neve nga ato probleme që e kemi pas. Të nderuar vëllezër musliman, lidhen shejtanët në këtë muaj, po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ashtu na thot. Po shejtanët prej njerëzve nuk lidhen. Ato, do me thonë, efektet që na bëjnë negativ neve, ato nuk lidhen, si rrjetet sociale, për shembull, nëse përdoren për të keq. Media e kështu me radhë, këto nuk lidhen. Vendet ku bëhet përgojim, pra këto nuk lidhen. Duhet njeriu të angazhohet të adhurojë Allahun xhelle xhelaluhu më shumë në këtë muaj. Nëse ne angazhohemi pak më shumë, japim pak më shumë energji për adhurimin e Allahut xhelle xhelaluhu, për të bërë më të devotshëm këtë muaj, ta dim se kur dhe vije dita e Arifes, do themi pse erdhi Bajrami. Si kur të vazhdonte Ramazani, se ishim shumë gjendje të mirë shpirtërore, po edhe fizike, po edhe shoqërore, familjare e kështu me radhë. Nëse pak mundohemi, do ta kuptojmë se mund t'i ngjajmë Omerit radhiyallahu an, Aishes radhiyallahu anha, Bilalit e sahabëve tjerë. Ata e pan këtë muaj si një shans për të afruar te Allahu xhelle xhelaluhu. Prandaj në këtë muaj na pranohen adhurimet vëllezër të dashur. Nëse besojmë në ajetet e Allahut dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do ta shohim rezultatin. Muaji i Ramazanit është prova e xhennetit në dynja. Prova e xhennetit. Si me përjetu xhennetin me atë qetësinë shpirtërore, me atë qetësinë, domethënë që e kemi në jetën tonë gjatë Ramazanit. Iftari ka lezet, sifiri ka lezet, namazi ka lezet, duaja, leximi i Kuranit, istighfari e kështu me radhë. Prandaj kjo është muaj i shpresës për të kthyer te Allahu xhelle xhelaluhu. Dhe është muaj si një vakcinë që e ruan njeriu nga viruset, edhe ky muaj nëse shfrytëzohet ashtu siç duhet, na ruan tër vitin deri në Ramazanin tjetër nga gjunahet e mëdha, nga gabimet fatale të mëdha. Prandaj ta shfrytëzojmë këtë muaj. Allahu xhelle xhelaluhu thot: "Fafirru ila Allah." Hikni, nxitoni te Allahu xhelle xhelaluhu nga çfarë? Nga gjunahet, nga problemet eventuale që i kemi pas për Ramazanit. Në këtë muaj të ikim drejt Allahu xhelle xhelaluhu dhe do ta shohim ndryshimin se Allahu xhelle xhelaluhu si na shpëton neve, ashtu siç i ka shpëtuar robrit e mirë që na tregon Kur'an dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithe. Elusë Allahun xhelle xhelaluhu, sa kemi hi dita e ditësht e Ramazanit, kemi elhamdulillah mundësi, kemi kohë, kemi në dispozicion Ramazanin ta shfrytëzojmë ashtu siç duhet, të paktën këtë Ramazan. Nëse se ne kemi shfrytëzuar sa duhet Ramazanet e kaluar, të paktën këtë Ramazan, aq sa kemi mundësi, një fashë Kur'an, një dua para iftarit, namaz, e kështu me radhë ta shfrytëzojmë Ramazanin, se me të vërtet kjo është muaj i shpresës dhe kthimit te Allahu xhelle xhelaluhu. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.